Enver Hoxha, sot politikan i një orë, i Pëdrykës, unë ngret dhe tha, ashtu si kur se kemi dëgjuar as një njeri që atëherë. Nëse fiton UÇK-ja, unë kam e ik azil në Serbi. Ishte deklarata më të rënditëse nga të gjitha akuzat që kishim dëgjuar deri më tani. Është një libër, një dëshmitari të ngjarjet të Mërgatës, Haki Dervishi, i cili ka qenë veprimtar, aktivist, në kohën e luftës Kosovë, në Vjenë, gjithkohë në përpërendim, ku ka marrë pjesë aktive në procesin e ndihmës së protestave, çdo gjë që ka bën Mërgata që ka dhënë ndihmë Kosovës, dhe së bashku me zotin Hoxha kanë qenë bashkë. Dhe ai në kujtimet e tij thotë, "Ju ke libër." Çka thotë? Emrin Haki Dervishi, që nëse lejon të totalizoj. Po, shkurtimisht. Thotë, në njërin prej takimeve e mbaj mend si sot, kur ne po debatoni për të grumbulluar sa më shumë fonde për UÇK-n, dhe besonin se po vjen koha për të luftuar për ata që nuk ishin besuar në zgjidhje paqësore, Enver Hoxha, sot politikan i një orë, i Pëdrykës, unë ngret dhe tha, ashtu si kur se kemi dëgjuar as një njeri që atëherë. Nëse fiton UÇK-ja, unë kam e ik azil në Serbi. Ishte deklarata më të rënditëse nga të gjitha akuzat që kishim dëgjuar deri më tani.